erdhët në pjesën e fundit të hapësirës tonë të gatimit këtu në Reze Dielli. Kemi përgatitur një cheesecake fantastik, po presim ta shijojmë. Kemi vendosur në frigorifer cheesecake pa pjekje dhe tani do të vazhdojmë atë bukën të cilën e tham që është buk, por është më shumë se buk. Pra, më duhet qepe njom, qepe thatë. I kaloj në blender direkt që të bëj zhurmë më nunë edhe kam lëngun e portokallit, pra më duhet portokall, qepe njom, qepe thatë, më duhen ullinj, ara, kripa piperin e nexiku, por mbi të gjitha, më duhet miell integral. Dhe unë nuk e di që kam një zog këtu që mi merr gjërat, ma i përse 4 gotën. Masa. Pra, më duhet një kup, një filxhan, për shumë që themi ne, një kup, 4 kupa miell integral. Gjë që nuk kam nevojë për sitje, s'ka gjë, se unë këtu kam 3 për shumë. Unë këtu kam 3. Por, më duhet edhe një më tepër. Okej. E shtoj. I kam dhe në fundin, s'ka. Pakës, pa tjetër do lë. Pak fare do lë, sepse e dim shumë mirë, nëse unë kam shtuar pak më tepër lëng, portokalli, e lë këtu. Filloj sërisht edhe një gëzhe, japë, se kur kërkon që ti bësh gjërat pak sa më shpejt. Qepët pra i grimimët. Pa tjetër që kam arat. Kam arat, si kurse dhe ullint do t'i vendos bashk. Pra mua më duhet shia dhe nuk më duhet dukshmëria. Sepse unë nuk mund t'a punoj brumin ashtu si duhet. Sërisht. Arat dhe ullint. I lërgoj. I kaloj. Dhe të gjitha i kam i largoj se s'më duhet asgjë. Do të shtoj pluhur pjekje ose sod, energjikun, kripën, pakë susam dhe farat i lë këtu më njanë. Tek portokalli. Shfarjut e pronë të portokalli. Lëkurat. Lëkurat e portokallit, le të jem pak mishtore, me pak osfare, një shkop kanelli, i marim dhe i vendosim në furrë dhe aromatizohet guzhina, ere qepës shumë. Ne gatuhem gjithë ditën në kuzhinë, kështu që një purifikim i saj, një pastrim, një aromatizim për aromat që lëshojnë produktet, na bën mirë, domos, por kemi për shembull tani portokall në rastin e recetës së sotme. Të gjithë përbërësit në tas. I përzjejmë me miellin integral. Filloj, se s'më duhet me luga tani, pa tjetër që ishtë vendos pak gjalpë. Po. Ja. Tani ta punoj mirë brumin dhe unë ndërkohë ju lexoj dhe njerë për mbledhtazi gramaturat e recetës. Buk me perime, ullin dhe erza, ju duhet vaj ulliri 1 filxhan, gjysmë 3 filxhan me lëng portokalli të freskët, sod buke, nenegjik i thatë, nenegjik i freskët, ullinj të grira, miell integral, pluhur pjekës, një qepe thatë, qepe njoma, domate të thata nëse keni, ara të grira trash, fara susami, fara kungulli, krip, piper i zi. Shifeni se sa element përbërës pra ka, që ne i kemi të gjithë në shtëpi, për ta realizuar këtë buk të shishme dhe të shëndetshme. E para me miellin integral, e dyta me të gjithë ta përbërës që unë lexova, japin shije, japin vlera. 1 letër pjekje. Kësaj buke. Shtoj edhe pak ose fare miell. Sikurse
kam 2 domate, mund t'i vendosni të tharat, mund t'i vendosni pomodorin që është pak më i fortë dhe ka një shije pak sa më ndryshe se domatja. Ja. Për këtë mas, mua kaq më duhet. Dhe sërish të punoj. Njëdim dhe pak miell tjetër. Nuk më duhet të jetë i ngjeshur. Pra, më duhet të jetë i tillë, në formën e një keku. Po. Mund t'i vendos edhe fara të disa fara të tilla, sikurse dhe gjysmën të tillat, farat e kungullit. Po. Ja. Do ta lyej dorën, i bie. Pak vaj, që të mos në ngjisi dora, por dhe plotëson sasinë e vajit që buka merr. E pak shtoj. Shif. Pra kompensova masën e vajit këtu. Dhe e tillë. Laj pak duart. Presim radhë. Po, se tani du të nivellosh e t'japësh formën e tepsis. Pra, ka që thjesht ishte përbërësit gati, një miell integral dhe shumë shije në fund fare. Furën e kemi para ngrohur, sepse vendosëm edhe portokallët për të kajt, për të pjekur dhe për të na aromatizuar edhe furën edhe guzhinën tonë. E mira është, ta lëm pak sa të qëndroj, po, të pushoj. Çdo brum ka nevojë për pushim. Sikurse edhe farat e tjera të sipër marrin atë. Dhe direkte në furrë, direkt. Mund ta lini ju në shtëpi që keni kohë, ne që nuk kemi kohë, duam t'i tregojmë gjitha recetat, e vendosëm direkt për t'u pjekur, ndërkohë në frigorifer kemi cheesecake-un, në furrë kemi bukën me perime, me ullim, me erza, me një larmishmëri shijesh, të cilat bashk bëjnë fuqinë dhe na japin një gatim të veçantë dhe të shëndetshëm.